Një miku im ish kryeministër i Italisë e ka pritur një herë Putinin në katedralen e Shën Nikollës në Bari. Dhe Putini kërkoi rojeve të largoheshin dhe ngeli vetëm ky miku im, ish kryeministri i Italisë edhe një nga këshilltarët e Putinit, as ambasadori, dhe Putini ushtri mbi varrin e Shën Nikollës Barit dhe që shumë i rëndësishëm Shën Nikolla i Barit për ta dhe filloi të lutej edhe të bënte gjithë ato ritet fetare. Gjë që tregon që Putini është një besimtar i mirëfillt, fetar. Ai sa mund të themi ka dhe një qasje prej një radikalizmi ortodoks të ortodoksisë së tij, pra të besimit fetar. Kuptohet që kisha në Rusi ka pas gjithmonë një rol shumë të rëndësishëm. Tani, o je fetar dhe beson te Zoti, ose je antifetar dhe beson pastaj që shkenca do ta zgjasë jetën. Kështu që unë nuk të dyja nuk rrin thua. Jo, unë mendoj që Putini është fetar dhe nuk e ka problem domethënë që si çdo fetar e di që kur do vi dita për t'i ikur ikën. Duhet ta marrësh ashtu siç e ke marrë besim. Për ta përmbyllur, duhet cek sondazhet e fundit që janë bërë lidhur me besueshmërinë ndaj presidentit amerikan Donald Trump, siç e thash më herët, që kanë ardhur goxha në rënje. Apo projektohet, po themi, mbyllja si president me këtë mandat që ka e presidentit Trump, preferuar gjitha zhvillimeve që e kanë shoqëruar vendimmarrjeve në raport me gjithçka e me të gjithë. E beson një tjetër mandat për Trumpin apo mbyllet me këtë? Nuk mund të ketë tjetër mandat dhe ndalon kushtetuta në Amerikë, mbyllet me këtë. Jo, kur them tjetër mandat, edhe pas një pauze. S'mund të ketë. 2 mandate janë në Amerikë. E para edhe dyta është mosha, është 80 vjeç. Unë mendoj moshën Biden ishte më i madh, po edhe pak të pam se si shkoi Biden. Kupton se është punë e rëndë punë e presidentit të Amerikës, do impenjim të përditshëm. Unë mendoj që zgjedhjet e midtermit do të hapin një epokë të re në Amerikë për të parë një klasë të re politike që vjen. Nëse ti je shef, presidenti Trump shoqërohet nga 2 40 vjeçar, 40 sa vjeçar, domethënë, si numër 2 të tij, që janë zonës presidenti, që është katolik edhe që është edhe zoti Rubio që është katolik. Dhe unë mendoj që do të kemi një ndryshim të natyrës familjes politike republikane dhe demokrate në Amerikë, pasi e kemi parë në 3 zgjedhjet e fundit në Amerikë, gara ka qenë mes të moshuarve. Kështu që ky do jetë një zhvillim interesant. Nuk mendoj që Donald Trump i ha fëmijë, siç mendon një pjesë e atyre që bëjnë propagandë për rrjetet sociale për shkak të miqësisë me Epsteinin. Nuk mendoj që do ta ketë lehtë fitoj këto zgjedhje, e para një herë sepse gjithmonë zgjedhjet e midtermit janë të vështira dhe zakonisht japin ndryshimin e njërës nga 2 dhomat, por nuk mendoj që të jetë kaq e lehtë që të ndryshojnë prapë të 2 dhomat. Njëra dhomë po tjetra, domethënë duhet ndodhin ca gjëra tjera për të ndryshuar të 2 dhomat. Edhe sepse nuk e shoh akoma refleksionin e indikatorit të rëndësishëm që i çon në ndryshime pushteteve që quhet inflacion. Për shembull, nëse Shqipëri te këto protestat që kemi ne, inflacioni luan një rol shumë të rëndësishëm, rritja e çmimeve, se këta janë njerëz që vuajnë rritjen e çmimeve. Në Amerikë, në Evropë kjo gjë do ta japi se Evropa nuk ka gaz e naftë, në Amerikë unë nuk e shoh. Të çfarë ndodh, se nga këtu në nëntor kemi shumë përpara. Edhe mendoj që përveç autogolit me Iranin, pjesa tjetër diplomatike e SBA-s ka qenë jo e keqe. Do më falësh, por shumë shkurt, se duke folur ti tani për përgjigjen, Senati, Kongresi më kujtua që kemi qenë në këtë studio, atë ditë raportonte në Senat si nominuari për ambasador në Shqipëri. Dua ta marr nga ty një koment, sepse atë ditë ishte e cunguar gjëja, sepse ai ende nuk e kishte zhvilluar dëgjesën dhe ne e lajmëruam me do të.
besoj e ke dëgjuar. Do më japësh një koment për ta përmbyllur fare sepse e zgjata. I thjesht komenti, një zyrtar që një mirë shtetin amerikan ka punuar nivelet më të larta, i përgjegjshëm për çfarë duhet bëjnë nëse emërohet ambasador, po që nuk e njihte mirë realitetin dhe situatën në Shqipëri. Kam përshtypjen që nëse emërohet ambasador në Shqipëri, pastaj do ketë failin dhe detaj. Pse nuk e njihte se ai piketat sakti dha prioritet spaku. Po nuk e njeh sepse ajo është marrë me gjëra të tjera në jetë. Sigurisht që ata të deskut të Departamentit të Shtetit ja kanë indikuar spaku, ekonomia, transparenca, lufta kundër drogës etj. Kur fillon dhe hyn merret vetë personalisht, pastaj fillon njëja. Po kjo është e natyrshme. Për shembull në rastin e Donald Luja ishte marrë 2 vjet me Shqipërinë sa kishte mësuar dhe shqipen. Në rastin e zonjës Kim, ajo ishte marrë me Shqipërinë sepse ajo kishte punuar, ishte marrë me rajonin, me Ballkanin, kishte punuar, përveç që kishte punuar me Jim Jeffrin, që ishte një njeri shumë i rëndësishëm, ish ambasador në Shqipëri. Kishte punuar me Jim Jeffrin në Irak. Kishte punuar edhe në Turqi, zonja Kim, në ambasadën në Turqi dhe si pasojë ishte marrë dhe me rajonin. Ky zotëria ka shërbyer në teatr dhe në realitete komplet tjera. Sigurisht në momentin që vjen në Shqipëri do t'i ndryshojë, do shikohet, nëse vjen, se kështu kishim edhe një ish ambasador që mori 2 herë nominimin e nuk erdhi. Mirë, po duket sikur kjo e të radhës po progreson. Ta shoh. E këtij të nominuari. Thuhet, kam dëgjuar që thuhet mund të jetë i zgjedhur i Kushner. Si njeri. Shiko, ai është një aktualiteti e bën të besueshme. Ai është nuk e di sa e vërtetë. Ai është një pensionist i ushtrisë. Ata që njihte mirë lindjen e mesme dhe ata donin ta emëronin Katar pikërisht për shkak se nuk e emëruan dot Katar, do t'i gjeni një vend tjetër. Duke qenë që këta janë njerëz që kanë shërbyer shumë shtetit tyre në realitete dhe në territoret vështira. Sigurisht që pastaj kur duhet marrin diçka mbrapsht, i ofrojnë vende të mira, të sigurta. Shqipëria është vend i mirë, i sigurt për ta, është një vend jo me shumë probleme. Është një vend që ka një vizibilitet, ka një stabilitet, ka një siguri.